Është një ndeshje e ndezur që nga deklaratat që janë dhënë nga Martini dhe Gadaja për shtypje nga ere parë dhe do të jetë një histori e cila do të pasojë dhe do të vazhdojë, një histori e ngelur që në fillim dhe besoj se do të ketë më shumë për të folur për jashtë fushës futbollit sesa për brenda fushës futbollit këtë ndeshje. Do të kemi reagime interesante si nga Gadaja si nga Martini. Do japin dorën njëri tjetrit ta nesër? Nga ana mediatike do të jetë një ndeshje për notën 10 me yll. Kjo është rëndësishme për ne. Po do japin dorën trajnerët njëri tjetrit? Besoj se jo. Për shembull në kampionat anglez nuk ka trajner që si do ta kesh ti çdo lloj kundërshtarit ta kesh dorën e jep kampionat anglez. Është protokolla ja. Besoj se këtë herë jo. Mendoj që më fali sekond. Dinamo është ekip Venës, këtë ndeshje mendoj që nëse Ilirdaj është trajner i madh sa bën, edhe nga ana njerëzore duhet Ilirdaj më shumë ja lënë dorën Edi Martinit, sepse është mik. Po ta logjikojmë kështu. Do ka drejt Seno, normalisht. Kur je pritës, gjithë mund të shkosh te kolegu, të japësh dorën. Dhe na sjellës. Po tani Por në kampionatin shqiptar në Angli kanë procedurë, mbas neshës gjithë japin dorën. Se kampionati shqiptar këto kamerat nuk e kap ndonjëherë këtë elementin. Jo, kapin. Para takimit e kapin, mbas takimit nuk e kapin. Pse se kapin o vlla? Po aty është gjithë muhabeti. Në Angli është mbas takimit japin dorën dhe aty tregohet vlera. Si se kapin këtu në kampionatin shqiptar? Çfarë problemi regjizorët kanë? Po aty më mbarojnë ndeshja jep dorën më burrë. Nuk e dinte detaj më burrë. Detaji është që edhe para. Mbaron ndeshja këtu, dhe kamera e kapti shefi, regjia, ja ku je këtu, direkt kamerat anglez, të japin, iku, mbaroj puna. E jep dorën kështu, se kështu i bje me propozu, e jep kështu. Kështu por. Janë Gaja dhe Martini, me mjeda dhe suqe. Po nga që po ilustroje, po ne po them. Po jo, në kampionat do të thënë... Shqipëria se nuk e kapim pjesën e fundit, pra se 4 njerë që mund kanë nollë, edhe kur kam qenë futbollist, kur ndodhshin të deklaratat e fashme, më rodën nesha dhe shkoshin dhe 2-3 njerëz shkonin dhe nuk e jepnin dorën, bile shkonin edhe me ofendime në thash, kjo nuk është etike. Ore, ata që transmetojnë ndeshje futbolli, duhet luajnë një rol të rëndësishëm. Jo, dhe Federata Shqiptare e Futbollit. Federata ka që nëse nuk del mbas takimit dhe nuk prononcohesh për median, ke gjop 1 milion lekë të vjetra, dhe do t'jetë e njëjta gjë nëse nuk e Okej, edhe në këtë moment ka debat edhe Federata Shqiptare e Futbollit, në fund fare çdo lloj debati 2-3 njerëz duhet t'i japin dorën dhe jep edhe mesazh te tribunat. Edhe tek kjo ka debat, pse në Angli janë të gëzuar, në fund ndeshjes të mërzitur janë, shpirti i del. Aman ti etikën do i japësh dorën kundërshtarit. Edhe në ring që bëjnë boks, që ç'a ndodhi diel Londa që vdiq ai boksieri, edhe prapë njerëzit japin dorën në fund ndeshjes. Ç'ka puna vëlla, në Shqipëri nuk japin dorën në fund fare të ndeshjes. Se duhet Federata duhet t'i thojë gjithë trajnerëve në fund fare ose ke gjop. I jep dorën atje dhe kamerat fokusohen, jep mesazh. Nuk ka gjithë gjoba, falë se nuk ka gjithë gjoba, falë se po më kanë puna për vetëm për gjop, ka trajnera që i ka ardhur në situata që atë me sa jo një, po 2 e 3 e japin komplet rrogën e dorën s'ta japin, a kupton? Varet ashtu. Nuk mendoj. Finale vjet në gjysmë finale të Final Four. Po. Ka pas, nuk po marr 2 ekipet, ka pas kur kanë mbaruar takimi, ka pas sherr masiv. Po. Dhe një ndër deklaratat ka qenë që nuk ma dha dorën se humbi. Po nuk mendoj që do t'i japësh dorën kolegut ose ekipit kundërshtar vetëm kur fiton. Edhe kur humbet, edhe kur fiton, ti duhet ta japësh dorën. O zotri, këta njerëzit, sa anglezët, verdiktet që japin fushës do ja lënë fushën. O ditmar, këta njerëzit tu, mu këtu te televizori tyre, din ta shesin më mirë këtë produkt. E shesin në Australi, e shesin këtu, dhe kanë protokollo vëlla, në fund ndeshjes japin dorën, dhe kamerat janë aty. Pse vëlla mos imitojmë gjë të mirë, edhe atyre fëmijëve, brezave, gjeneratave, i japim diçka. Në federat, duhet i thonë, regjizori ndeshje, në fund fare, 2, kush nuk e jep dorën, dënohet ata burit, gjob, që qa ke, maroj ndeshja. Ka që thjesht jepi dorën. Edhe ne japim mesazh, po pse më vetëm Shelma duhet me dhënë në këto kronika. Jo, duhet japim mesazh. Ky është futbolli. Seno. Po. Më thuj. Sa del ndeshja? Ne isha 2-0 për Vllaznin. O, kush protagonist nesër? Pa dyshim Bala, me 2 gola, një me penalti, dhe një me goditje dënimit.
Okej.